Çmimet e disa prej perimeve kanë kapur maja duke i vënë shumë prej pensionistëve në vështirësi për të mbyllur muajin. Nga një vëzhgim i bërë në markatën e fruta perimeve të Durrësit, çmimet e tregtimit të domateve, specave, bizeleve, bishtajave të tjerë janë thuajse të papërballueshme për moshën e tretë. Janë pikërisht këto të fundit që frekuentojnë më së shumti markatën dhe pas çdo blerje numërojnë qindarkat që u mbeten në xhep. Ja po vi vërtet nuk di çfarë të marr. Ja shtrenjtë gjithë. Kush ju duket më shtrenjtë? Po gjitha të shtrenjta, domatet, kastravecat, këto, lule lakre, çaja. Gjitha shtrenjta. Çfarë do gatuani sot për treg? Çfarë do gatuaj miq? Ja lakra to hambar. Domatet, më shenjtë, këto sallatat to janë këto papshenjtë. Ka gjë për pensionistët. A ke bler? Jo, ku më mandë të aq shumë. Apo ke bler shumë me kokra? Me kokra, ja. Me kokra bëjmë veçor. Pas kokra, katë kokra. Ai më thon, është Po për mua që janë pension të shtrenjta janë, për ata që janë rokëtar në basi së duket të shtrenjta. Kush ishte më i shtrenjtë? Njëra më shtrenjtë se tjetra. Me pakizme, me sasi, pastaj duhet dalë të arretarës, ku i thonë. Lartra sa s'ka ku vetme. Kush janë më tepër? Shumë të lartra janë të gjitha. Mos marrim dot ja, çfarë ka marrë. Shtrenjta janë, 2500 kg të marrë. Me në pension, aq marrë. Ku më dalin? Kurba e rritjes së çmimeve të produkteve të shportës nuk ka të ndalur dhe në shumë raste disa zëra të veçantë tregtohen dhe më shtrenjtë se sa në vendin fshinj Itali. Emi Milano i gjejmë më mirë se sa këtu. Pra për sa i përket fruta perimeve. Fruta perimeve, gjitha dhe ushqimore. Cili është produkti që ju ka bërë më shumë përshtypje për çmimin e lartë? Në thonë drejt, në përgjithësi gjitha. Domatja për shembull 2500? E lartë. Për shembull, të japun pizza unë e bëj pazarin. Dhe gjithmonë në përmerkata. Unë i gjej patatën deri me 50 centesime kilën. Portokallet janë njësoj. Domatet i gjejmë me 1 euro kilën. Tu është më shtrenjtë se sa atje. Sa atje rroga është më e madhe dhe i gjen gjërat më lirë. Tu është rroga shumë më e vogël, ne kemi pension qesharat këtu. Keni marrë një shtesë pensioni, sa ju është shtuar? 8.000 lekë. Dhe çfarë blen me atë në një muaj? Mund të marr 3 kg domate. Konflikti në lindjen e mesme është faktori kryesor për rritjen e çmimit të naftës, por rritja e çmimeve të perimeve nuk lidhet ekskluzivisht me çmimin e rritur të karburanteve, ja si e shpjegojnë tregtarët rritjen e ndjeshme të çmimeve. Se ka kosto më të lartë këtë vit? Ka kosto se gjitha gjërat janë më shtrenjtë. Janë rritur edhe kostot të dalin më lart. Po ndodh se shkon për eksport, shkon tani në e grumulloj pikat e shumicës, edhe sa më pak mall ketë më shtrit shkon. Edhe kjo është problemi i gjithë. Nuk e di. Ne kemi të bler. A kupton? Nuk kemi prodhuar sa vetë. Për moshën e tretë, përballimi i rritjes së pandalshme të çmimeve është kthyer në mision të pamundur. Shumë pensionistë ndihmohen nga fëmijët e tyre për shpenzimet e muajit, ndërsa të tjerë shtrëngojnë rripin dhe mundohen vetëm të mbijetojnë.